Pas tensioneve të shumta brenda shtëpisë, Selin ka folur për herë të parë në dhomën e rrëfimit, duke shpërthyer në lodhë dhe duke reaguar ashpër ndaj fjalëve të Rogertit, të cilët kanë shkaktuar debat të madh si mes banorëve ashtu edhe jashtë shtëpisë. E prekur emocionalisht, Selin u shpreh se deklaratat e Rogertit i kanë kaluar çdo kufi. I thuash dikujt unë të isha vlla yt, s'do të kisha lënë të hyje në shtëpi, tregon shumë. Tregon që unë aty jashtë palesi kam dalë, dhe ky tani po bën rolin e familjarit, tha ajo me zë të dridhur, duke theksuar se askush nuk ka të drejtë të gjykojë jetën personale të një tjetri. Selin shtoi se ishte thellësisht e zhgënjur nga mënyra se si Rogerti u shpreh, duke prekur edhe stereotipe krahinore. Mendova që veriorët janë burra, nuk bëjnë llaka si puna jote, u shpreh ajo, duke theksuar se ajo që e lëndoi më shumë nuk ishte vetëm fjala, por qëllimi pas saj. Situata mes dyshes mbetet e tensionuar dhe pritet të sjellë përplasje të reja në ditët në vijim, që mbetet për të parë. Rikujtojmë që gjithë këto përplasje mes dyshes kanë ardhur si pasojë e ndarjes së krevatit mes Mirit dhe Selin.